Sot do shikojmë zbatimin e teoremës së Pitagorës në trekënd shkëndrejt. Siç e shikoni këtu kemi një trekënd shkëndrejt, i cili ka katetin e vogël me vlerë 3, katetin e madh me vlerë 4 dhe hipotenuzën x. Duhet gjejmë vlerën e këtij x-i. Zbatojmë teoremën e Pitagorës. Teorema e Pitagorës thotë që x-i në katror është e barabartë me a në katror plus b në katror, ku a dhe b janë katetet. Ndryshe, teorema e Pitagorës thotë që katrori i ndërtuar mbi hipotenuzën është sa shuma e katrorëve të ndërtuara mbi katetet. Kjo për momentin nuk na intereson, por zvendësojmë direkt. A është 3, 3 në katror, b ka vlerën 4, 4 në katror, 9 plus 16, 25. X-i në katror është 25, ndërsa x-i është rrënja katrore 25-ës, pra hipotenuza ka vlerën 5.